e mbështes këtë protestë dhe ka mbështetur secilën protestë e cila thret për drejtësi. Qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët gjithandej asnjëherë nuk kanë kërkuar asgjë tjetër post drejtësi. Drejtësi e cila respekton parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe siç e dini Kosova dhe më konkretisht krerët të cilët tani përballen në Hag pikërisht pse kanë pasur besim në drejtësi janë paraqitur para saj, tashmë po bëhen 5 vite pa asnjë dyshim në drejtësinë ndërkombëtare, por ne si institucione të Kosovës vazhdimisht kërkojmë që parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të respektohen dhe unë jap plotësisht të drejtë qytetarëve tanë dhe i mbështes ata sa herë ata protestojnë për të kërkuar pikërisht respektimin. Lufta e ushtrisë shëlimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për liri, luftë për ta mbrojtur popullin ton, luftë për ta çliruar Kosovën nga okupimi që ka zgjatur për shekuj dhe luftë që ka pasur në fokus mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe mbrojtjen e qytetarëve të pafajshëm, të cilët sulmoheshin, vraheshin dhe masakroheshin nga ushtria serbe. Për këdo që e ka parë me sytë e vetë se çfarë ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë, dihet shumë qartë. Ka qenë vetëm një agresor, dhe ajo ka qenë Serbia, dhe ka qenë vetëm një viktimë, dhe ajo ka qenë Kosova, populli i Kosovës. Ushtria qëllimtare e Kosovës ka mbrojtur me dinjitet qytetarët e Kosovës, ka mbrojtur me dinjitet Republikën e Kosovës dhe drejtësinë e kësaj lufte ne do ta mbrojmë.